Plot 3 vjet, fermerët shqiptar janë pa fondet e Bashkimit Evropian i Parë, një dosje që prek drejt për drejt procesin e integrimit evropian të vendit dhe lidhet drejt për drejt me fushat e negociatave për bujqësinë, zhvillimin rural dhe sigurinë ushqimore. I PARD është një instrument zhvillimi ofruar nga Bashkimi Evropian për të mbështetur bujqësinë dhe blegtorinë shqiptare, për t'u ardhur në ndihmë fermerëve dhe jo për t'u përvetësuar nga zyrtar të paskrupullt. Kushdo që është përballur me administrimin e këtyre zyrtarëve e di mirë për çfarë paturpësie korruptive po flasim. Fonde dhe grante të bujqësisë të cilat u kish përdorur nga qeveria e Ramës. Partia Demokratike denoncon mashtrimin e radhës të qeverisë Rama, premtimin e ministrit të bujqësisë se fondet e programit i PARD 3 do të hapeshin brenda 6 muajore të parë të vitit 2026. Ky afat ka kaluar dhe fondet mbeten të bllokuara, ndërkohë Komisioni Evropian ka bërë të qartë se procedura mbetet në zhvillim dhe se nuk ka një datë zyrtare për rikthimin e fondeve. Fondet i PARD u pezulluan në vitin 2023 pas gjetjes së parregullsive dhe korrupsionit në administrimin e tyre, keq përdorimit të tyre nga zyrtarët e Ramës. Në këtë përfundim, arriti pas hetimeve përkatëse zyra europiane kundër mashtrimit OLAF, çështje që mbetet sot objekt hetimi edhe nga SPAK. Sot, 3 vite pas ndërprerjes së fondeve dhe 13 vite të keqeverisjes kudo tjetër, fermerët tanë vuajnë pasojat. Investimet janë bllokuar, zhvillimi i bujqësisë është ngadalësuar dhe Shqipëria vazhdon të jetë pa akses në financimin europian të bujqësisë, si një nga instrumentet më të rëndësishme të këtij financimi për sektorin bujqësor, që është jetik për vendin. Partia Demokratike angazhohet që me ardhjen e qeverisë të rikthejë menjëherë fondet i PARD në bashkëpunim të plot me Komisionin Evropian, të pesfishojë grantet dhe mbështetjen buxhetore për fermerët shqiptar, të hetoj dhe të bëj përgjegjës të gjithë ata që kanë abuzuar dhe kanë kryer korrupsion, të cilët çuan në bllokimin e fondeve europiane për bujqësinë. Fermerët shqiptar janë në shesh bashkë me mijëra qytetarë të tjerë në protestën e sakrificës që sot shënon ditën e 73. Ata e dinë më mirë se kushdo se përgjegjësia për paralizën e bujqësisë dhe të Shqipërisë mban një emër. Prandaj thirrja gjemon, Rama jepe dorëheqjen.